Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi, Natural. Një program i ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ayla, e gati. Dhe gjë, je gati? Gati jam. Si je ti? Mirë, Qa është ajo? ta them pastaj. Okej. Si ke emrin? Amaris, Amari, si ke shumë e bukur. Edhe që ke veshur shumë bukur sot. edhe ti. Faleminderit. Unë jo dhe aq, me thënë drejtën. Ma bën qefin. Pse? Pëlqen? Po, Ti është jam veshur. Po ti që ke vesh bukur, ai që ka pak çopa. Okej. Fustan, çizme të bukura, geta, fjonga e madhe. I love it. po dhe ti bukur je vesh. Faleminderit, por mendoj që krahasuar me ty nuk jam që kundi. Je. Ha? Mos mendo se unë vishem bukur dhe aqsa. Nuk dua ta bëj veten aq bukur sa. Ja, ma shumë e mirë jeti, qenë ke dhe bukurosha. Faleminderit. Me qa meresh? Me futboll. Seriozisht? Po, Të pëlqen futbolli? Prandaj po flisit shumë e jeti futboll juve? po. Po luan ti futboll? Luaj shumë. S'kam takuar asnjëherë një goc që luan futboll. Hera e parë. Unë që kam e parë atë. Ti qenë ke e para. Ç'ne që luan futboll? Po, nuk e di, më pëlqente shumë, që e vogël fare. Ashtu, ë? Sa vjeç ke filluar të luash futboll? 4-5 kështu, që e vogël. Aq e vogël. Po. Ti ke luajtur me goca apo me çuna? Po, kushdo goca dhe me çuna kam los, po gocat nuk din dhe aq mirë. Çunat lozin më mirë futboll. E. Si e shpjegon që Kanë çunat goditën e lozin më mirë se sa gocat? Po, ato gocat, edhe tek shkolla jon, se profesori thot gocat shkonin të fusha vogël, se s'duan ato. Unë i them profesor, unë dua tiki. Edhe është dhe një shoqja ime që do tiki, ikim të dyja lozin futboll. Me çunat. Po. Okej. Ato gocat e tjera nuk din. Ato edhe një herë që kemi marrë ne gjitha gocat, i thonin ti do rish mbrojtje, ato vetëm rrinin kështu. Nuk lëviznin fare. Nuk dinë fare. Po. Dësha. Me thënë të drejtë, më duket gjithë çunash futbolli. Po, kam parë që ka dhe goca që janë goxha të afta. E, Ti je te kjo pjesa që e pëlqej shumë. e pëlqen shumë. Wow. Sa që? Po çunat e trajtojnë mirë kur los futboll me ta, apo të fusin kështu stërkëmça, të rrëzojnë? Jo, pra jo, kur lozin në çunat, paso topin, asnjëherë nuk ta pason. Atë çunave tjerë. Vetëm hecin se duan me bë gola dhe janë më të mirë. Vetëm hecin aty edhe bëjnë gol vetë. Nuk bën me pasime, prandaj nuk kemi futboll me. Se jemi kalamaj të vegjël. Po, Duan me bë gol vetë. po. Po, të rriturit, do të thënë Shqipëria si të duket kombëtarja, punon me pasime apo dhe ata duan të bëjnë gola vetë? Jo, ata bëjnë pasime, prandaj po them ata që janë futboll, ata janë profesionalista, prandaj ata din ta bëjnë shumë mirë. Ne kalamaj duam me qenë të parët, ata ku fiton ndeshjen duket më e madhe se të bësh i gol. E pra, Ne një gol na duket sikur është parajsa. eksakt, e vërtet. Ti gëzohesh shumë kur bën gola? Gëzohen, po dhe mërzitëm në njerë. Pse? Po të t'hidhen ata bravo, të hidhen. E kam parasysh, kur bën gol ti vin t'hidhen si për gjitha. Po. Sa vjeç je ti zemër? Jam 8, po mbush 9. Oh, okej. Ke motra vëllezër? Jo. Vetëm? Po. Jam shumë e mërzitër. Pse? S'kam. I ke kërkuar mamit dhe babit? Po sigurisht jo, po. E ç'a thon? Ja, prite qik. Unë po pres. Unë dua vëlla për vetëm. Vlla. Pse do vlla më mirë? Po që t'los futboll me ata. Oh, e bëj këtë los futboll tash te shtëpia? Me babin. Okej. Me babin, me ata kushërinjt, me... Babi është një farë lojtari apo? Hm? Është një farë lojtari babi? Lojtari vërtet kështu, apo? Jo. Luan mirë e kam fjalën. Luan mirë, babi. Babi më bën shumë gola mu si vë do t'ati, po. Ah, okej, luka mirë do me thënë. Luan mirë, po nëjerë më ble vetë. Unë e kuptoj ku më le njerëzit vetë. Normal që kuptohet kur të lën pak.
E, kuptoj, se ta bëjnë kështu, qa goli që bërë, ta bëjnë ashtu. Po ti ke qef të ta lënë lojën, apo ke qef ta fitosh vetë? Po, unë kam qef ta fitoj vetë, edhe ku ma lënë lojën, më duket sikur humbë. Sikur humbë keq, prandaj. Nuk më pëlqen fare. S'të pëlqen fare. Përveç futbollit, çfarë pasioni tjetër ke ti shpirt? Po, sportet, çik vizatimin kështu, kam atë që nuk kam turp flas me njerëzit, kam gjëra. Nuk ke turp. Ja. S'ke droj, s'ke Ja. emocione, s'ke frikë që çfarë do mendojnë njerëzit për ty. Ja. S'ke patur asnjëherë. Kjo si është gjë e lindur apo stërvitet kjo që mos kesh turp? Besoj gjë e lindur, po nuk besoj si stërviten njerëzit mos kenë është. Nuk është se stërviten që mos kenë turp, mos Ja. kenë droj. Përpara njerëzve dhe përpara kamerave. Po. Ti s'ke turp as përpara kamerave, as përpara njerëzve. Ja. Unë për shembull, është e çuditshme, do t'rregoj një gjë për veten. Kur kam qenë e vogël, nuk kam patur fare turp të flisja përpara kamerave, asnjëherë, edhe sot që jam e madhe. Dhe për habi, jam më e ndrojtur kur jam përpara njerëzve. Dhe sa më pak njerëz kem afër, aq më e turpshme jam. Të diqë. Po ti e famshme. E di, Nuk e di. se kuptoj asun sepse ndodh. Nuk kam turp përpara kamerave, nuk kam fare, as turp, as emocione, nuk kam, as unë tash i kam kohë që prezantoj. Unë bën dhe kam atë sheta. Di, ma ka bërë një Edi. Ke parë një kamera fshesh më ka bërë muaj? Kush? Edi, burim. Ja. A ishte këtu përpara? Atë e një. E njeh atë? E di kush është? E një. Kush është? Burio. E pra, e di si e ka emrin? Edi Eduard e ka. Eduard. Edi thuti. Edi, them unë, po. Di që çfarë punë bën? Po, kështu regjizor është. Regjizor është, po. Nuk di fix punën, e njohësh. Regjisor është, bën filma. Ka bërë disa filma. I ke parë ndonjë film? Po, unë nuk, si që ma dhanë, unë nuk di shumë gjuhë të ndryshme. Si jam mirë të gjuhët. Po mirë, e kuptoj, po ai film shqip ka bërë. Oh, Po. ka qenë aktor brenda, apo? Regjisor. Fa një ndër filmat? Pasaporta. Sofia. Pse pasaportën a i ka bërë? Ai e ka bërë, ke parë pasaportën ti? E kam pa ti, po. Se kam pa gjithën. Se ke parë gjithën? Gjysmë e gjysmë. Si ishte gjë? I mërzitshëm. I më të gjithëm të si. E, Këtë të ta tregojmë, apo? si duash ti, po vetëm ati mos t'i themi që ishte i mërzitshëm filmi. Se do mërzitet. Kush? Edit. Po, ti do i thuash, ti e ke burr. Unë po i them që kishte parë dhe filmin tënd. Ashtu thuaj. Kaq po i them unë. Edhe po më pyeti që si ishte dukur, po i them i lezetshëm. Ashtu thuaj. Ë? Ashtu thuaj. Ti gënjen ndonjëherë? Jo, nuk gënjej shumë, po tani me ty. Okay. Mirë. Çfarë do të tregoje? Këtë unë e bëra për ty. E bëra për ty se nuk ka shumë emisione për fëmijë. E vërtet. Që fëmijët mund të nxjerrin kush janë vetë. Nuk ka, shumë faleminderit. Pëlqen emisioni? Po, ma pëlqen, prandaj erdhëm. Faleminderit, ti shumë që erdhe, po o Amarit, kush ka pëlqyer më shumë nga këto fëmijët që kanë qenë këtu? Ajo e fundit. E fundit që ka qenë tani. Ajo goca që fliste për eksat? Jo. Ajo që e harrova si quhen, si e harrova unë, nuk e bëra. Gracie. Gracie dhe ai, me Dior. Edhe Diori, i lezetshëm Diori. E Gjirokastra. Po. Pëlqeu ai? Po. Çfarë të pëlqeu te Diori? Që është në Gjirokastra? Pse ti nga je? Unë jam me origjinën nga Fieri, po rri në Tiranë. Me origjinë je nga Fieri. Çfarë ka ndonjë gjë të bukur në Fier? Pizza Roma. Pëlqen pizzat? Ne. E fan se madhe. Je fan se madhe pizzave? Okej. Pra, ti po më thoje e vajzë vetme, a? Çfarë të mirash dhe çfarë të këqijash ka të jesh vajzë vetme? Të mirash ka që nuk t'i merr njeri ato lodrat e gjërat, i rehat. Ndërsa gjë e keqe është që nuk e me këtë rish, me këtë lozësh, me këtë bësh.
I ke kërkuar mamit dhe babit, më the? Po, 100 herë gjitha ditë. Po pse nuk e bëjnë edhe një fëmijë tjetër? Po, nuk e di, Qa thonë? do e bëjmë. Të kanë premtuar? Po, Po do ta bëjnë atëherë. ashtu më kanë thënë do të bëjmë. Si bëhen fëmijët? Ku di unë? Po si do ta bëjnë ata, mos e blejnë? Jo, po e blen, i vje do bëjnë, do e adoptojnë. Po, do bëjnë barku mami. Po babi që do bëj? Ku di unë? Do ta bëj mami atëherë. Kshu i bie? Po, babi do rri. Kush i bën fëmijët? Mami, Po babi? rri. Ohoho. Rregull. E pastaj? Bëjmë me motër se vlla, kaq. Edhe je lumtur. Je kënaqur, shumë mirë. Amaris, do më tregosh pak ditën tënde, si është dita jote, nga mëngjesi deri në darkë? Dita ime në fillim zjon në mëngjes, shkoj laj dhëmbët, pastaj shkoj në njëra harroj të bëj krevatin, në njëra harroj, pastaj në një shtrim aty më zgjumi, pra. Pastaj i nga kuzhina, shikoj çka kam për të bërë, nëse gjej një lodër loz me atë, nëse nuk gjej lodrat rrin televizor, tik, pastaj shkoj bëj xhiro në përshpik, bëj xhiro në përshpik e kam fiksim këtë. Rri shtrirë, krevati gjë ime preferuar. Pëlqen shumë krevati. Nuk e di pse. Po nuk kam një ditë madhe unë. Je vogël je ti akoma. Sa vjeç më the që je? 8, po bëj 9. Po, okej. Dhe kur të rritesh do të bëhesh futbolliste, the? Po, futbolliste të merrem me sportet. Të merresh me me futbolliste, do bëj basketbolliste, me radhë. Okej, më duke shumë të vështira sportet. A janë? Nuk janë. Nuk janë? Jo. A merren mjaftueshëm, mendon ti, fëmijët me sporte sot apo jo? Nuk merren, po merren. Në fakt merren. Se disa fëmijë lozin me volejboll, disa fëmijë basketboll, disa fëmijë tenis, e me radhë kështu. Pse është e rëndësishme të merresh me sport? Se të bën mirë për trupin. E bën në ditë, ushtrime kështu. Të bën mirë, domethënë shumë. Mua më pëlqen. Pëlqen sporti? Po. Ti e ke sjellë të topin? Po unë e kam sjellur. Shumë bukur. Çfarë bën ti, Amaris, përpara se të flesh? I them mami prit dhe pak. Okej. Rri flas me shoqet, se dje fola me një shoqe time me emrin Natali, deri në 9 darkës. Në 9 që flem unë, se në 8 folëm, në 9 mbaroj. Edhe më tha mami, hajde se do flesh gjumë. I thashëm, të pafshim asaj dhe i thash, për 2 minuta shaq qetëson. Se do, unë ku flas me shoqet duhet të qetësohen pak, pastaj të fli gjumë. Okej, po çfarë flisni më shumë me shoqet? Roblox. Çfarë është Robloxi? Roblox është një lojë në kështu. Roblox është një lojë që ka lojëra brenda. Është e çuditshme. Okej. Unë lo stilo Brainrot në Roblox. 99 në Forest. Ka shumë lojëra. Ka shumë lojra të bukura. Të pëlqejnë këto lojrat? Po, do bëj dhe unë një. Do bësh dhe ti një? Nëse do duhet të ishe përpara një zgjedhje, mes të luajturit lojra Roblox dhe të luajturit futboll, kë do zgjidhje? Futboll. Pse? Më pëlqen shumë. Çfarë ka më të mirë futbolli se Robloxi? Çfarë kanë më të mirë lojrat në natyrë se lojrat në kompjuter? Po, në kompjuter edhe të dhëmje syt, ndërsa ku ti ikën në natyrë dhe loz me top, ti shikon, domethënë gjyra e jeshile të bën mirë për syt. Që ke në natyrë bari e kështu. Edhe loz me top kënaqesh. Bëhesh me djerës. Ftofesh. Kështu shkon ajo punë pastaj. Ti kujdesesh për veten tënde? Mua më duket sikur ti kujdesesh për veten. Kujdesem, po kur loz me top ndonjëherë më vjen i natë se bëj me djerës, po nuk do të bëj me djerës. E di. E djerësa shumë i natë kur ke djerës. Ulem pastaj. E të mërshme është, e di. Amaris, çfarë do doje ti të ndryshoje në kombëtaren shqiptare? Në kombëtaren shqiptare, unë do të doja të fusini këta të mirë, të merrni ndonjë të mirë, mos merrni këta të tjerë. Të merrni Neymar, Ronaldo, Messi këta.
Ti marrim te kombëtarja shqiptare, Ronaldo, po se shqiptaraj. Po, qa të bëjmë të fusim? Ta bëjmë shqiptar, portugezin. Po si ta bëjmë shqiptar, ti mësojmë shqip? Ti mësojmë shqip, Aha. t'ja bëjmë flokët si shqiptar, Si kanë shqiptarët flokët? si ty. Okej, t'ja bëjmë flokët kështu, dakord, okej. Do Tjetër? më thënë, t'ja presim qikë se s'tja bëjmë gjata. Po, okej, në rregull. Armando Duken, e një? Po, Kush është? Armando Duken? He, Unë thash më stoj Armando Brojen. jo, Duken thash, Armando Jo, Duken. nuk e njohë. Nuk e njohë. A më duket si emri njohë. Duket të ke intervistuar ti. E pas ke parë. President, po. Që ishte të ka jo president. Pas ke parë, pse shikon ti me mbrëma yje? Po, qikoj. Vërtet? Kush ka pëlqyer më shumë nga emisioni? Ai... Nuk e di për zotin. Nuk e di. Elca Lila, Ben Blushi, Blendi Fevziu. Po gjithë mirë kanë qenë. Mirë kanë qenë. Pëlqen ai emisioni? Më pëlqen, prandaj e kam parë. Kush pëlqen më shumë, ky emisioni me fëmijë apo ai më të rritur? Me fëmijë sigurisht. Po me fëmijë patjetër. Shiko, ti ke shumë dëshira, besoj. Nëse Zoti do t'i jepte mundësinë, e ke parasysh Zotin kush është? Po, ai lart. Ai lart. Do t'i jepte mundësinë që ti plotësoje vetes një dëshirë, vetëm një. Cila do ishte? Motër se vëlla, jo prit. Është vështirë kjo. Se ose motër se vëlla, ose atë që të lësh futboll gjithë jetën. Është vështirë, këto do ta mendoj. Mendoje një çik, po t'jap kohë. Po nëse të ke motër se vëlla, do lësh me ata. Edhe i bën të dyja. Edhe los futboll. Edhe ke dhe motrën dhe vllajin. Ja, do shkoj me futbollin. Ndryshove. A të duket sikur sot mamat bëjnë më pak fëmijë se më përpara? Po. Pse mendon? Nëna ime ka 13 motër dhe vllajin. What? Dhe vëllezër. Vërtet? Po, 13, po. Kaq shumë? Po. Wow! Si ka bërë që ato fëmijë? Ku di unë? Nëna e vet. Unë e shkreta, vetëm unë jam. E mis, ndoshta do vinë një motër ose ndonjë. Ka dhe gjëra të mira. Po pra i thamne që ka dhe gjëra të mira. Ja. Familja jote, Po. është një familje e lumtur? Vën pushime, kënaqemi. Ku shkonemi? Kemi ikur në verë, ikim në Turqi. Okej. E kemi. Pastaj ikim tek këto shtëpit që kemi në plazh. Keni shtëpi? Po. Ku i keni? E kemi në Golem Andurës, nuk e mbaj mend. Si mbaj mend, ku e kemi? Nuk e mbaj mend. Aha. Një nga ato dyja. Okej. Edhe nuk i di shtëpit mirë. S'ka problem. Të pëlqen më shumë Turqia apo Shqipëria për pushime? Turqia? Turqia se ke hotelin me 5 yje. All inclusive aty e rahat. Çfarë do të thënë all inclusive? Që ka gjitha të përfshira, mëngjes, drek, dark. Kështu i ka Turqia. E në Shqipëri nuk ka kështu? Po, nuk kam mik ndonjëherë, se unë kam shtëpi. Harrova. Ke të drejtë. Po pra. Çfarë të bën ty më shumë për të qeshur? Mami dhe babi, ata më bëjnë shumë. E çfarë të mërzit më shumë ty, Amaris? Gënjeshtrat. Kush të gënjen? Kush më gënjen? Po, gjithë gënjen në njerësh. Sigur që do gënjen ndonjë njeri. Se nuk e thonë gjithë e vërtetë. Pse zgjedhin njerëzit gënjejnë dhe mos thonë vërtetën? Po sepse Jaku thotë e zëm një aty, ku e ke kasafortën? Ti do thosh vërtetën apo? Gënjeshtrën. Po pse mos ja them ku e kam kasafortën? Po të vija një shtëpi ti vjedh i lekët mos bësh më pushime. Okej, ke të drejtë. Ke të drejtë. E nëse për shembull, unë do të pyesja ty. Si të duken flokët e mia? Dhe ty në të vërtetë nuk të pëlqejnë. Do më thoje që nuk më pëlqejnë apo dukesh bukur? Nuk më pëlqejnë. Të vërtetën do thoje. Po çfarë bëja unë? Po realisht si të duken flokët e mia? Të bukur apo
Sikur këti ke ndryshe, apo më duket mua. Bie drita. Shivi një. Qa mendon se duhet ndryshoj unë në pamjen time, një gjë që nuk shkon? Ku di unë? Shikoj e vetë. Ti qa mendon? Mos qa më sugjeron, tash se ti merr vesh. Të lije këto gishtat në gjërë tjetër. Si kam gjë kështu të theza, Po i ke, po mund t'i bëj dhe bluterët. Mund t'i bëj shumë të bukur. Po, që ti edhe kishe bluterët. dhënë Po. Po dhe ajo shkon. A Maris, ti ke më shumë shok apo shoqe? Kam përshtypjen se ti ke më shumë shok tash që pëlqen futbolli apo jo? Jo, shoqe kam. Shoqe ke më shumë, a? Po me shokët çfarë marrëdhënie ke? Marrëdhënie të mirë, po i kam inat. Ashtu? Po. Çunat, ë? Pse? Po kush i pëlqen çunat? Të vërtet. Nuk më pëlqen. Pse nuk pëlqen çunat? Po se janë ata të klasa ime, edhe kur ne gocat bëjnë në gjë kështu, ata direkt shkojnë i thonë zyshës. Spionat veçel. Po, bravo. Di. A Maris, si do ishte për ty një ditë perfekte? Lozja futboll 3 ditë. Gjithë ditën? Pa pushim? Okej. Si imagjinon veten tënde ti mbas 10 vjetësh? Pra, mbas 10 vjetësh do jesh 18 vjeç. Duke bërë një gol. Mbas 10 vjet, me top në dorë, si tani. Kështu. Okej, kur të bëhesh futbolliste e famshme, do më ftosh mua të shoh në ndonjë ndeshje live në stadium? Hajde. Hajde, unë po Do them. ikim falas. Po, pra, këtë po them unë, do më çosh në një bileta. A ti ke parë sa të shtrenjta janë biletat e stadiumeve? Po, po, unë i kam falas. Pse? Po, unë do bëm VIP. VIP-at i marrin falas pastaj? Po mua pse s'më jep njëri bileta falas? Unë VIP jam. Po jo, VIP futbolli e kam fjalën. VIP futbolli, okej. Dakor, do ma gjesh pra, do më gjesh 2 bileta falas. Do t'i gjej. Ti shkon në stadiume? Po, shkoj. Shikon ndeshjet? Shikoj. Unë nuk kam shkuar, di pse nuk kam shkuar me të drejtë, ndonjëherë fillojnë edhe shajnë, me fjalë të pista. Fillojnë. Po, unë ikin nga jo, unë nuk shkoj tek ata që janë fansat të mëdhenj, se ata fansat e mëdhenj marrin kështu se qa bëjnë hedhin gjëra, unë shkoj tek ata që janë njerëz normal, jam me 2 skuadrat. Janë tek u libruar, pra nuk shajnë njërën skuadër ose nuk shajnë tjetër skuadër. Unë kam qenë një herë aty, unë jam me Tiranën, unë shumë me Partizanin. Edhe ku kam ikur unë njërë në stadium me Partizanin, ishte Partizani me Roma, mbaj mend atëherë, edhe ka fituar Roma. Unë shkova Qava. Po tani unë Qava për atë skuadrën që si jam me. Nuk e kuptoj pse. Isha në stadium me babi me mamin atëherë. Kisha marrë top me vetë. Mbaj mend atëherë, unë doja atë filmën e njerëz nga atyre, tani ja kam harruar emrin. Doja filmën e njerëz nga atyre, po nuk e mora dot, se takova dot. Se takova dot. Jo. Cili është futbollisti jot më i preferuar? Messi. Po. Kisha menduar do thoj Ronaldo. Jo. Pse të pëlqen më shumë Messi se Ronaldo? Se kam parë që Ronaldo në njërë ku hum deshin, është shumë kiq me fansat. Sillet kiq me fansat. E Messi? Messi nuk sillet kiq me fansat, sa di unë. Si i buta i Messi, si i dashur, si i qeshur, e? Mirë sillet ai me njerëzit. Mirë. Po ti si sillesh me njerëzit? Po nëse do më rrinin a vrapa, do më thonin hajde një kështu, hajde një... Do e bëjmë një foto, do i thoja, prit mbarojnë deshin njerë, pastaj bëjmë foton. Po, normale, se ti e ke mendjen të ndeshja, se s'do e kesh mendjen të fotot, apo jo? Po unë do njerë aty e kam mendjen. Ku e ke? Te fotot. Vërtet? Po. Ke qef? Jo, ku më thonë njerëz për foto, e kam qef, prandaj nuk... Ke qef ti ishe famshme? Po. Pse? Se je VIP, i me gjatë falas, bën emisione, ku kalon rrugë vi njerëzit, po ka dhe gjatë këshia. Se ku kalon në rrugë, vinë ata njerëzit, edhe të thonë ma ip një, hajtë bëjmë një foto, se të do të rehat. Të mbulon turma. Të mbulon turma. Merë gjëra falas kur je VIP? Mirë.
Qa gjërash? Nëse bën reklam për ato me gjëra falas. E vërtet? Po nuk është fala, sepse ti bërë reklama, po jo, punë është edhe ajo. Punë është, po edhe bësh edhe çike famshme, e kupton? E kuptoj. Amaris, Po. do bëjmë një lojë. Po. Unë kam fotot e disa personazheve dhe do të pyes se nëse ti i njeh se kush janë apo jo. Qa mendon? Okej, po jam e sigurt që do bëj gabime. Unë nuk jam dhe aq e sigurt duke të njohur ty. Ora kush është? Lo? Nuk e njoh. Lori? Lorik? Loriku, po. Loriku. Sa vjeç është? Ky këtu do jetë tash, sa është Loriku tash, një 35, 36, apo më shumë. Që në fushkë, se kjo e ka lanë. Ditke, shikon ti që ditke ti. Okej, Lorik Canaj. Broja. Amanda Broja. Kush është? Amanda Broja. Qa është kë? Futbollist në Shqipëri. Nga është më origjinë kë? Po origjino ku ja di unë ti, po. E njoh si person. Është një farë futbollisti? A është i mirë. Është e mirë, a? Vritet shumë. Vritet? Qanë? Jo. Jo. Këtë se njoh. Okej. Ai është ai me dhëmë të mdhenjë. Ku i ka dhëmë bëtë këmi? Nuk i tregon aty, po njerëzit e sa me dhëmë të mdhenjë. Ashtë? Kush është këmi me dhëmë të mdhenjë? Kush është? Keri më duket, Keri. Okej. Keri, se si thonë. Ky? Nuk njohën me Juventusin, unë Me jam Juventus jeti? Me kë jeti nga këto skuadrat ja? Huaja? Me Tujat, Ha? me Milanin pra. Je me Milanin ti, po. Ky? Shoku Mesit. Shoku Mesit është ky? Si e ka emrin? Suarez, Suarezi. Okej. Ky? Neymar. Pëlqen? Pëlqen Neymar? Neymar Junior. Të pëlqen? Të pëlqen. Nuk jam njerëz. Nuk Kylian jam Mbappé. Mbappé. Me kë luan ky? Ky me Real Madridin është tani. Okej. E ka qenë me Tottenhamin. Aha. Është i fort? I fort është. I fort është. Mbrojtës, sulmues, mesfushor. Nuk i njoh këto. Si je. Këtë, ko të ta tregoj, po hajt, po ta tregoj. Messi. Lionel Messi. Ky është më i miri si pas teje, Ky është më i mirë sepse është më i disiplinuar, apo ky është më i mirë sepse ka dhunti, ka talent? Ka talent, është më i mirë si njeri. Ashtu, a? Është më i mirë se njeri ky, a? Aha. Djali mirë duket, vërtet. Kush tjetri? Tjetri është ky këtu. Këtë se njoh? Granit Xhaka. Luan me Zvicrën, është shqiptar. Ai shqiptari. Po unë nuk jam mirë me shqiptarët, unë jam mirë me ata tjerë. Në qoftë se ty të kërkon Zvicra, të luash për Zvicrën, do shkoje? Nuk më lini mua, se unë jam nga Zvicra. Nuk do më lini. Po ja, edhe ky është shqiptar, nuk është nga Zvicra, pra, me origjinë është shqiptare. Do bëja vizat. Do t'i bëje vizat? Do i bëja, po. Do i bëja, po doja me qenë me Zvicrën, doja me Argentinën. Me Argentinën, okej, në rregull. Ky? Ibrahimovic. Ky është Ibrahimovic. I mirë është ky? Luan më? Ja. As ky, a? Pse mi? Po, deri në 40 vjeç është ajo. Edhe ti deri 40 vjeç do luash? Po, do më dojmë të losë edhe më shumë. Qa do bëjmë? Po pastaj kur mos luash dot më? Do bëjmë si ky. Qa bën ky? Do shikoj ndeshjet atyre. Rishikon ndeshjet pastaj, për qef. Okej, unë nuk nagja shumë sot me ty. Kam një dhuratë për ty. Pëlqen dhuratat? Ma pëlqen. Kam një dhuratë, ja, ti më solle këtë dhuratën. Edhe unë kam një dhuratë për ty. Ta shikoj? Ta shikosh patjetër. Ja ta gjej, Amaris. Kjo është për ty. Tani do shikosh si do...
Nuk i hap mirë dhurata du. Po s'ka problem. Do ndim? Ma i qip të fjongon? Ja, s'po i do. Kush të bën më shumë dhurata ty, Amaris? Prindrit. Prindrit. Okej. Çdo ditë marrë një lodër. Vërtet? Gati sa. Lodra preferuar? Vaj, libri, arushi, gjëra kështu. Gjëra shumë. Gjëra kalamajsh. Tani e ke thjesht. Vaj, qita? Shumë faleminderit. Të pëlqen? Më pëlqen. Të vesh të në një fest, në një gjë kështu. Do ta veshët në një fest. Një futbolliste që ka qef fustanet. Pse? Duhet i kemi natën? Jo, moj, pse do t'i kesh natë? Ti e gjithë kjo gocë e bukur. Prandaj veça me fustanu sot. Je bërë shumë e bukur sot, Amaris. Faleminderit. I really love your style. Më pëlqen shumë stili jot. Faleminderit. Edhe u kënaqa që erdhe te emisioni. Shpresoj t'jesh kënaqur edhe ti. Faleminderit. Si kalove ti? Mirë. Mirë? Më mirë me mua apo me Edin? O, me Edin që lejta, kotiu. Mirë ndejta me dy. Po bëj shaka. Hajde të të përqafoj. Ky program u mundësua nga Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.